video dha shumë bujë këtu në Shqipëri. Ishte skup, për hir të vërtetës, skup gazetaresk, ashtu siç e kemi studiu dhe në fakultet. Padyshim se solli mjaft reagime, jo vetëm që mori një përhapje shumë të madhe nga të gjithë televizionet, mediat e shkruara, mediat online, qoftë edhe faqet e këtyre TikTokut apo Facebookut, por që pa diskutim që ajo që ishte më e rëndësishme solli dhe reagim institucional. Sparit të paktën sa kujtoj unë të parë që reaguan ishte vetë drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Më pas erdhi dhe reagimi i opozitës shqiptare. Në konferencë përshtypje transmetoi videon që juve transmetuat dhe që ishte pikërisht me referencën e gazetarit Tramur Vezë për hir të së vërtetës. Mbase se keni vënë re juve, por që realiteti është ky që po ju them unë. Sigurisht që pati dhe një Ti e përmende pak, ata janë shumë të pashqetësuar nga asgjë. Domethënë, dyert e thellë dhe pak më lart që ishin të hapura. Në qeli janë diku rreth 14 persona, 3 telefona duken hapur që dukshëm, të tjerë mund të kenë apo të fshehur apo të folur, nuk diej. Dhe duke ato veprimet e njërit për atyre në cep, siç e shef edhe vetë ti që është ato shenjat e përdorimit të lëndëve narkotike. Pra, një institucion i sigurisë të jenë kaq të lirshëm, ti the mungoni vetëm fshekzjarët në fakt. Po, vetëm ai detaj mungonte. Të ishin dhe fshekzjarët do kishte bërë akoma dhe më tepër bujë, mbase mund të ndiqnin edhe vetë burgun, por që aty s'mungonte asgjë, mungonte që nga çakmakët, mungonin që nga cigaret, mungonin që nga alkooli, mungonin thash. Ishin që të gjitha, pra ishin çakmakët, ishin alkooli, ishin jeti, ishte telefonat, të gjithë telefonat ishin hapur me kamera dhe flisin me persona jashtë ose me persona të tjerë që ndodheshin në qeli të ndryshme, ishin dyert hapur sepse në një regjim të brendshëm të burgjeve, paktën ka një orar që hapen dyert për qëllime ajrosi, por ka një orar që mbyllen dyert edhe më pas vijohet situata normale brenda sistemit të brendshëm të burgjeve. Ne kemi parë reagimin e drejtorisë përgjithshme të burgjeve që ka marrë masa me kontrolle, por ende nuk kemi parë dhe nuk kemi konstatuar, aq më tepër nuk na është thënë që është marrë masa për drejtuesit e burgut të Durrësit, është marrë masa për shefin e sigurisë, është marrë masa për shefin e sigurisë së brendshëm të burgut.